Mirë, duhet dalim pak tek opozita, ndoqe natyrisht protestën e 24 janarit, një protest për cilën është folur gjatë këto ditë të fillim javës, megjithatë unë duhet të di post protesta, si po përpunohet Partinë Demokratike dhe a ishte një hap i duhur, se zoti Berisha thot jemi në kilometrin e fundit, ndjehet mbritja në kilometrin e fundit në seli, në organizmin e Partisë Demokratike, në degët e saj, në ata që ti takon, se të hynë del aty dhe e njeft nga afër situatën. Për ta nisur përgjigjen në mënyrë metaforike, nuk po dim se me çfarë po ecet në kilometrin e fundit. Po ecet me mjetet teknologjisë fundit, apo po ecet me hapat e kërmillit? Sepse nëse po ecet me hapat e kërmillit, ky kilometri i fundit pastaj bëhet shumë i gjatë. Në formë batute kjo. Por për ta konkretizuar, po ka një qasje në Partinë Demokratike mbas protestës për të, po themi, nxitur tek demokratët, tek mbështetësit e tyre, një lloj narrative se protesta ishte dhunshme për shkak të reagimit jo proporcional të policisë me hedhjen e gazit lotësjellës dhe po themi gjithë sjelljen deri diku jo të justifikuar ndaj protestuesve, por në disa raste edhe ndaj gazetarëve me kolegë tanë të Euronewsit, por edhe të mediave të tjera që e kanë pësuar sjelljen jo korrekte të policisë. Kemi qenë drejt për drejt në fakt. Kjo është njëra pikë. Pika tjetër, që është unë e shoh me dyshima, po themi me sens kritik, që çfarë bën Partia Demokratike mbas protestës. E kemi thënë gjithmonë, Partia Demokratike nuk ka problem të mbledhin 10.000, 15.000, 20.000, 50.000 po doni juve. Nuk i ka është parti e madhe. E vërtet është. Siç nuk ka pasur problem Partia Socialiste të mbushte bulevardin nga kryeministria deri tek sheshi Skënderbej, edhe Partia Demokratike edhe 20 shkurt prap njësoj do ta bëjmë shumë proteste masive. Por çfarë sjell kjo? Problemi është çfarë sjell dhe çfarë mesazhi ti u jep qytetarëve, sepse nëse ti e bën një herë, dy herë, tre herë, protestën e katërt pastaj të fillon të krijohet problemi që tani nuk e ke. Tani nuk e ke problemin për ta mbushur bulevardin, por nëse ti përsërit në 20 shkurt atë që bëre në 24 janar dhe pastaj tenton ta përsëritësh në mars atë që do të bësh në shkurt, në prill pastaj fillon të krijohet problem se qytetarët thonë prit se ne nuk jemi për shëtitje në bulevard, nuk jemi që të vim nga Korça, nga Shkodra, nga Vlora, nga Berati apo nga Kuksi, të mblidhemi 2-3 orë në Tiranë, të bëjmë sikur hedhin ca bomba molotov, të dëgjojmë fjalimet e disa përfaqësuesve të PD-s dhe të zotit Berisha dhe pastaj të